Pas propozimligjit për ndalimin e publikimit në media të materialeve të përgjuara, BDI dhe VMRO-DPMNE vendosen në shënjeste të kritikave të ashpra. Sektori civil, partitë opozitare dhe gazetarët e konsideruan propozimin e dy partive qeverisëse si tentativë për cenzurë. Për lëvizjen Besa, BDI dhe VMRO-DPMNE po tentojnë të mbulojnë diellin me shosh. Këtë propozim ligj të propozuar nga BDI dhe VMRO, ne në parim e shohim si tentativë për të mbuluar diellin me shosh. Krejt ato skandale, krime që janë bërë, këta njerëz po mundohen me një propozim ligj t'i ndalojnë. BDI-ja, kur dëshironin t'i dilnin bombave të Zaevit si Mis Sokola, thoshin le të publikoj gjithçka. Tash cila është e vërteta? A kur thoshin atëherë se le t'i publikojnë gjithçka, apo tash kur propozojnë ligj për të ndaluar publikimi i bombave? Mendoj se është gjithçka vonë. Është më mirë që ato të tërhiqen prej këtij ligji dhe të vazhdoj publikimi i vërtetës. Lëvizja për reforma në PDSH theksonte se me rolin e BDI-s në këtë marrëveshje, partia e Ahmetit i ka bërë atentat lirisë së fjalës. Dje u munduan të vrisnin Ilirin, ndërsa sot do munduan të arsyetojnë pse donin ta vrisnin Lirin. Gjoja për të mbrojtur nga shantazhimi njerëz me veprime që kanë të bëjnë me çështje private. Monstra, ku i dihet, mund të jetë edhe çështje private Ali Ahmetit dhe Nikola Gruevskit për favore të ndërsjella, por akuzat ishin shumë publike. Gjoja se shqiptarët fundamentalistë dhe radikal pas kanë vrarë lagja e Trimave dhe Kumanova. Është të tmerr që e përjetuan të gjithë shqiptarët e Kumanovës, por edhe të tjerët, pa kursyer, grup moshat, a janë fëmijë, pleshe të rritur, a janë gra apo burra. Kjo asesi nuk mund të jetë çështje private, por shumë publike. Rilindja Demokratike Kombëtare nga ana tjetër kërkon që seancat gjyqësore të aferës së përgjimeve të transmetohen drejt për drejt në televizionet kombëtare. Ky propozim i fundit është kulminacioni i degenerimit total të këtij pushteti dhe prandaj kërkojmë ndërhyrje urgjente të komunitetit ndërkombëtar, sepse ky pushtet është duke shkatruar çdo investim që ky komunitet ndërkombëtar ka bërë për këtë vend për këto 25 vite të pluralizmit. Në të kundërtën, kjo tolerancë do të sjellë një anarki totale me pasoja të rënda për vendin dhe shoqërinë në përgjithësi. Partia Liberal Demokrate paralajmëron se do të bojkotojë një ligj të tillë nëse kalon në fazën e votimit. Ne ustaven antidemokratski, jo kushtetues antidemokratik, i pacivilizuar, i turpshëm, skandalos. Vetëm kështu mund të vlerësohet iniciativa e VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s për paralajmërimin e propozimligjit për ndalimin e publikimit të materialeve të përgjuara, përmes kësaj tentative që me gjoba ideologjike dhe cenzurë të ndalohet shpërndarja e projektit e vërteta për Maqedoninë, qartë qihet frika dhe nervozizmi i VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s nga humbja e pushtetit. SHGM-ja kërkon heqjen urgjente të propozimligjit, pasi sipas tyre ai shkel kushtetutën. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kërkon heqjen urgjente të propozimligjit nga procedura parlamentare. Me këtë propozim skandalos, në vend të pritjeve për përmirësimin e lirisë së shprehjes dhe pavarësisë së mediave, qeveria po tenton të mbysë lirinë e fjalës dhe t'i përcaktojë gazetarëve për çka guxojnë dhe për çka nuk guxojnë të informojnë opinionin. Një propozim ligji i tillë shkel kushtetutën, neni 16 i të cilës thekson se ndalohet cenzura. Kundër propozimligjit u shprehen edhe opinionistë dhe figura nga sfera e mediave. Reagimet vijnë pas nismës së dy partive qeverisëse, të cilat parashtruan propozimligj i cili do të ndalonte ripublikimin e të gjitha materialeve të publikuara deri tani nga opozita dhe publikimin e materialeve të tjera të përgjuara, të cilat opozita pretendon se posedon një numër të konsiderueshëm të tilla. Në propozimligjin e parashtruar nga BDI dhe VMRO-DPMNE, parashikohet që materialet e tilla të mos publikohen edhe jashtë vendit, atje ku kushtetuta e Maqedonisë nuk ka kompetenca.